ka një departament të veçantë GRU-ja, shërbimi sekret ushtarak rus, dhe po ashtu SVR-ja, shërbimi jashtëm sekret rus, departamente vetëm për luftën hibride. Pra e kanë kthyer nga doktrina, e kanë kthyer në një plan zbatimi konkret me njerëz, me infrastrukturë, dhe edhe këto janë goditje shumë të forta, nuk janë me internet. Rasti i Francës, rasti i Spanjës dhe i Portugalisë, mund të jenë, apo nuk ka prova të certifikuara? Nuk është bërë në rrugë, si që po më thoshin disa dhe si që po lexoja, sepse këto janë çështje sot që po trajtohen në kancelarit më të mëdha të Evropës edhe në NATO, nuk ka ardhur nga interneti, dhe kjo është gjëja më e çuditshme, sepse hekërimet që kalojnë deri në shutdown të shërbimeve vijnë kryesisht nga interneti. Jo. Këto kanë ardhur nga rrugë të tjera, të cilat ta nuk po i kuptojnë deri tani, po që janë rrugë që quhen më së shumti të oktapodit. Atë është një armë sekrete ruse kjo? Jo, s'është armë sekrete ruse, këto janë disa furgon, prandaj quhen tipo oktapodi. Janë disa furgon me një generator të brendshëm që shpërbën një energji shumë të madhe elektrofush magnetike dhe bën shutdown gjitha këto aparaturat. Pra ti mund të shkosh në 2-3 centrale nga këto. Në kohë reale këto koordinohen me njëra tjetrën? Në kohë reale ai bën sikur fotografon, ndërkohë në atë furgon ka lëshuar sinjalin i cili bën një shutdown komplet. Pra kjo është e jashtme, sepse me të brendshme do ishte një sulm shumë i lehtësueshëm nga të gjitha këto. Do një gjurmë, gjitha. Dakor. Dhe për këtë nuk po sjellim shtetas rus në Evropë për t'i bërë këto operacione, se janë të mirëfillta operacione hibride, po sjellin nga vendet të tjera. Rasti i fundit. Kjo që ishte operacion ushtarak i mirëfillt. Ja, do ta shpjegoj. Po? Janë mercenarë, kush i bëjnë to? Njëkohësisht me këtë, është zbuluar forma të tjera të ata që quhen të paligjshmit, një grup shumë i madh i quar kryesisht në Brazil, po dhe në vende të tjera, të cilët kanë mbajtur aty përpara 30 vjetësh, kanë ndryshuar identitet me dokumenta të ligjshme, kanë jetuar dhe punuar si njerëz të zakonshëm, dhe tani na shfaqen si brazilianë në Evropë për të kryer gjithë këto akte sulmi. Dhe kjo është zbuluar para 3 ditësh, ka qenë një rjet shumë i madh spionazhi, i cili u zbulua vetëm nga të dhënat identitetit të kartave të cilat kishin përfituar para 30 vjetësh në shtetin e Brazilit.